Tani unë mendoj që është një rast i qelluar për të pa së pari çka mujnë me bërë barbar. Sepse nuk kisha me thënë me emërtu në nivele kombëtare, por kjo është një barbarizëm që është i papranueshëm nga njerëzimi në përgjithësi. Vendet kultit e besimeve, gjitha, duhet me qenë vendet dhe janë vendet shejta në të cilat shteti dhe pushteti duhet t'i respektoj cili do qoftë ai. Në autonominë e kulteve fetare, duhet të ketë një përkujdesje të veçantë dhe duhet të jetë respekti njësoj si që është në vendet e Bashkimit Evropian dhe në Amerikë, kudo që. Të futesh mrena objektit, nuk mund të futesh pa leje. Dhe të harrënosh një objekt fetar do të thotë që je shkudër një komuniteti të rëndësishëm, një komuniteti që është i respektuar në gjithë botën, prandaj përveç se kanë godit kultet fetare, ata fejen e kanë rënu krejt. Kanë rënu edhe Bosnjë Hercegovinën, kanë rënu gjithçka që ka pas bëj qoftë me identitetin kombëtar të shqiptarëve, qoftë me identitetin kombëtar edhe të bosnjakëve në Bosnjë Hercegovinë. Uroj që të mos ketë rast tjetër kërkundër, që të përkujtohen rënimet, por të kënaqet njerëzimi me ndërtim dhe me përparim.